Unë do t'ju falenderoj me ndjes dhe me sinqeritet dhe me dignitet për mbështetjen që na ka bërë, se ne Bashkinë e Elbasanit e kemi partnere, aq më tepër kryetarin e kemi dhe njeriun e biçikletës në të gjitha drejtimet. Sot u zhvillua një aktivitet nga Lezhë për në Elbasan, një garë shumë e fortë dhe fitoi ai që kishte bërë përgatitjen më të madhe. Për herë të parë Shqipëria këta lloj aktiviteti e zhvillon live, siç është parë sot gjithë ditën në televizionin digital. Një përshëndetje të madhe i bëjmë Ministrisë Turizmit, Kulturës dhe Sportit për mbështetjen që na ka dhënë. Gjithashtu do t'i përshëndes të gjithë bashkitë e rrethëvet për masat e marra, së bashku me policinë bashkiake, po Elbasani ka qenë gjithmonë i veçantë dhe këtë na i ka lënë i ndjeri i madh i Qazim Sejdini. Një njeri i madh që ka qenë pranë sportit, ka qenë pranë njerëzve të fukaraj dhe arriti që të vërë dhe një djalë të ri, djalin tuaj këtu në krye të bashkisë, që i ka dhënë një ndriçim ose një fytyrë tjetër Elbasanit. Një përshëndetje të veçantë kam për policinë e shtetit, duke ditur për trafikun që kemi dhe masat e marra në mënyrë të shkëlqyer që ju ka bërë dhe të hujve paka shumë përshtypje për masat e marra. Por në fund fare do ta them, nesër jemi në drejtim të një qyteti shumë bukur që ky ka mundësira të mëdha në zhvillimin e turizmit në drejtim të Vlorës.